Një incident i rënd ka ndodhur në Mamush, ku një mosmarrëveshje pronësore ka quar në përdorimin e armëve të zjarrit. E rastet të tilla që përfundojnë qoftë në përdorimin e armës apo përleshje fizike për shkak të mosmarrëveshjeve pronësore nuk janë të pakta. Ngjarja ka ndodhur këtë diel ku 3 persona janë arrestuar nga policia pas një konfrontimi të dhënshëm. Konflikti ka lindur në mes Nusret Kiliqit dhe Armend Thaqit lidhur me një biznes të dikurshëm të përbashkët. Armend Thaqi, Bruno Kuzhnini dhe Palush Thaqi janë drejtuar në shtëpinë e Nusret Kiliqit ku ndodheshin edhe Murad dhe Mohamed Mazrek. Aty tensionet janë rritur dhe pas një fjalosje të ashpër, Kiliq ka nxjerrë armën e gjatë dhe ka qelluar një herë, ndërsa 2 të dyshuarit e tjerë. Njëri ishte me hekur në dorë, kurse tjetri me dru duke mbajtur një qëndrim të gatshëm. Pas njoftimit, policia e Kosovës ka reaguar me një herë dhe ka arritur në vendin e ngjarjes, ku ka sekuestruar armën e përdorur dhe ka arrestuar të 3 të dyshuarit, të cilët janë të shoqëruar në stacionin policor të Mamushës dhe më pas janë intervistuar. Prokurori kujdestar ka kualifikuar ngjarjen si vrasje në tentativë dhe hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes po vazhdojnë. Fatmirësisht, si pasojë të shtënave nuk ka pasur të lënduar, por kjo ngjarje ka tronditur seriozisht komunitetin dhe ka theksuar rrezikun e përhapur të dhunës për çështje pronësore, ndërsa hetimet janë në zhvillim e sipër.